Dhjetor do fejojmë, kështu që do ikim të provojmë bashkë disa fustane për fejesën time. Arritëm te Celestia Dresses të Liçeni këtu në Tiranë, edhe kam marrë edhe takët me vete për të provuar fustanet, po që nga këtu mund të shihni se sa fustanet e bukura janë plot me ngjyra. Kemi edhe zonjushat këtu që kanë pak turp me dal, po që do na ndihmojnë me zgjedhjen e fustaneve. O, mirë se ju gjetëm juve. Fustane plot me ngjyra, të gjitha punuara dhe realizuar me dorë dhe kemi modele shumë të veçanta. Fustani i parë që vajzat më kanë këshilluar është ky fustani komplet me gur dhe ka këtë detajin e korses. Yll, çfarë t'ju them më shumë. Ja dhe si duhet më nga afër. Ku është belim? Nuk kam belun tani. Opsioni i parë, po nuk du me hek mo. Opsioni i dytë është ky, normal që do zgjedhni diçka ngjyrë rozë, si princeshë. Ja dhe detajet, shkëlqimi është tjetër nivel edhe te ky fustani. I love it. Më pëlqen shumë edhe detajet e mangët, se janë të gjata, kështu si saten. Opsioni numër 3 kemi një fustan plot me shkëlqim edhe në këtë rast, por që ka këtë ngjyrën lejlall me këto gure që duken si lule. Ju e dini se janë pak e gjata dhe këto fustanat janë në gjatësinë perfekte, por mos harroni se mund t'i ngushtoni, mund t'i rregulloni, mund t'i shkurtoni siç keni dëshirë ju. Ju kemi edhe opsionin e fundit që di shumë mirë se është i zi dhe për fejesë, por që prapë nuk mund të leja para provuar dhe më pëlqen jashtëmase shumë. Kam nga këtu lart të detajet e korses me këtë fjongun, ç'të them. Mendova që mbaruam opsionet, po edhe në ditën time më të veçantë nuk mund të lija pa treguar shalët e mia. E provova këtë fustan si princesh. Don shumë Sailor Moon, nuk e di pse, po ua. Tani mendoj se fustanin e kam gjetë, po mungon një detaj të vogël që është burri.